emergjencës sa po thye. Ngjitur të gjithë në klinik. Molli për fëmijë. Kam shumë kohë që nuk ndihem mirë nga ana emocionale për familjen time. Dhe do doja shumë që të komunikoja, sidomos me çunat e mi. Telefonatën e përzgjedhur nuk mund ta përfitosh ti. Gerta jep e kur dur se doja do ta kthej mbrapsh. Me qënë se dhe Aldo kishte gjithë të ditë që e kërkonte ta thyente kutim për gocën. Okej. Po si t'ja bëjmë se mundu që të flasë në shtimë, kupton? Aldos. Kam disa ditë që kam nevojë ta shoh vajzën tina. Ti ke të drejtën të çosh një banor të shtëpisë në nominim të përhershëm. Unë sinqerisht nuk do të mendoj dy herë, po do të çoj Gertën në nominim të përhershëm. Në nominim përhershëm. Po mendoja për vajzën, po me thënë drejtën kam shumë frikë flas me të. Edhe në të njëjtën kohë nuk e di si mund të jetë biseda me të, kështu që vendosa të flas me Anën. Si e kam Akirën mos e? Akira është rritë shumë, ja kam prerë lotët, e kam marrë marrë 100%. Përveç se ju menoj çdo natë, literalisht çdo natë. Presoj të mos jesh mërzit shumë nga ajo skena jonë teatrale. Nuk që. Gjithsesi Ana di që po m'djek, jam shumë krenar për ty. Shpresoj më të mirat edhe mezi po presh të dal jashtë të jap gjithë suportin që duhet. Okej? Nuk mungon shumë.